ndërkohë që kemi edhe afate si në rastin e deputetit Sali Berisha, ku i kanë dhënë vetëm 2 orë kohë për të njohur me materiale. Ndërkohë që për Belinë dhe Ballukun kërkojnë të kalojnë në kalendat greke dhe të mos diskutohet mundësisht kurrë. Kuptohej qartësisht që kishin marrë një direktivë politike ta obstruktonin, ta dështonin si mbledhje, por nuk e kishin marrë ende se si. Kështu që mbas disa orësh mbledhje kërkuan 20 minuta pushim, qartësisht për të lidhur me Edi Rama dhe për të marrë një urdhër politik se ç'do të bënin me të. Ne arritëm konkluzionin që kur erdhën ishin edhe më të paqartë nga kur dolën, ne arritëm në konkluzionin që Edi Rama nuk ka hapur telefonin. Në atë moment Niko Peleshi thjesht në mënyrë të palishme, siç nuk i takon, i komunikoi komisionit që mbledhja mbyllet do të lajmërohet një ditë tjetër se kur nuk e di. Gjithsesi ne sigurisht nuk e lam në këtë mënyrë mbledhjen, ne e kemi të drejtën procedurale, kushtetuese dhe në bazë të rregullores, si gjysma e anëtarëve të komisionit që jemi, të bëjmë një kërkesë dhe Niko Peleshi është i detyruar të mbledh Këshillin e Mandateve dhe të Imuniteteve. Gjë që kemi ndërmend ta bëjmë. Është i detyruar, thua ti sipas procedurës. Zoti Strazimiri, kur kemi parasysh këtë situatë të krijuar, pyetja e radhës që më vjen mua, dhe se sigurisht unë e di shumë mirë që ka gjëra për cilat si antar të Këshillit edhe nuk mund të flisni, po në parim them, kur keni filluar ose a keni filluar ju, se deri dje e dim, ose deri sot në mëngjes e dim që deputetët e opozitës, madje konkretisht antarët e këtij Këshilli nuk kanë qenë të informuar, së pari, së dyti u duk që kishte një përpjekje madje për një skenar tjetër, por fatmirësisht u tërhoqi nga ai skenar, pra që mos ishit fare sot përgjatë këtij Këshilli, po tani sot keni filluar të informoheni, pra ju am dhënë materiale, them çfarë ndodh si procedurë mbi të gjitha që ta kuptojmë. Atëherë, tentuan, dhe kjo ishte domethënë gjëja më qesharake atje, tentuan të konsideronin si sekret hetimor dhe si informacion për ne, pashikujt që na kanë dhënë dje, në një kohë që atje nuk ka absolutisht asgjë, që nuk ka 2 muaj që nuk qarkullon në përmbledhja. Praktikisht përgjimet. Çfarë i tha Belinda Balluku Ervis Berberit, gjithë ato shprehjet e ndyra që keni dëgjuar dhe secila prej tyre. Tentuan sigurisht që ta konsideronin sekret hetimor dhe të mos vijeshin në dispozicion të deputetëve. USB-ja që ka sjell Spaku dhe do të më duhet të them që ishte vetë Spaku që ndërhyri dhe tha që jo, deputetët duhet ta marrin çdo provë. Ashtu sikurse duhet t'ju bëhet e ditur që burimeve të treta nuk mund t'ju jepet për shkak se përbën sekret hetimor. Personalisht isha i paqartë në këtë pikë se njëkohësisht bashkë me deputetët, pikërisht atë USB-n e merr dhe avokati Belinda Balluku. Dhe logjikisht të çon, prokuroria ka një as në mëngë, paktën kështu u shpreha, në këtë mënyrë e konsiderova në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, prokuroria ka një as në mëngë që e ka sekret hetimor dhe nuk do t'ja di t'ja marri vesh i pandeuri, e pandeura, ose grupit pandeurve, ose ata që janë në hetim, se mos ndoshta koordinin me njëri tjetrin, prishin provat dhe nuk dalin tek e vërteta. Por në sekondën kur të njëjtat prova që mi jep mua, ja ke dhënë dhe avokatit, praktikisht të pandeurit vet, nuk e se për çfarë burimet e treta nuk kanë se ç'votojnë më. Se në fundit frika është se mos duke botuar gazetat apo portalet këtë sekretin hetimor, e merr vesh i pandeur dhe fillon dhe merr ca masa të tjera. Që edhe nga kjo pikpamje ishte një debat krejtësisht pa bukë. U dorëzuan dhe nga ky debat sepse sqaroi fare njerëz, sqaruan vetë prokurorë, thanë jo, absolutisht deputetët kanë të drejtën e plotë, dhe në për atë punë kemi sjellë që deputetët marrin provat ato që disponojmë ne. Po. Sigurisht me lutjen dhe me kërkesën që të mos domethënë të mos shpërndahen. Keni filluar ti merrni, do t'i merrni, çfarë ndodh? Po, nuk është këtu thelbi i gjës zonja Ferko. Gjithçka që do t'i interesonte medias, fjalori i ndyri Belinda Ballukut, mënyra se si bëhen pazaret, përgjimet që janë bërë, tashmë i keni që të gjitha, nuk ka më asnjë sekret tjetër. Dokumentacioni që kanë sjell me gjas ka vetëm fashikuj të shkresave të përpiluara gjatë kohës. Ka vetëm një element zoti Berisha, me çfarë dëgjova sot. Ka vetëm një element tha që ai përbën sekret hetimor, pjesa tjetër jo, është kështu? Po, sigurisht që aty brenda ka, siç u shprehën prokuror, 13 fashikuja, ku diu se sa ishte, sigurisht që aty ka element që mund përbëjmë sekret hetimor. Por ajo që është interesi, siç u thash, mos e shumti i mediave, përgjimi, çfarë i tha, kujt ja tha, kur ja tha, e pse ja tha, ato kanë dalë tashmë që të gjitha. I keni nëpër media, kanë qenë fillim të nëntorit. Po, e kuptoj.
Kështu që e gjithë përpjekja për të